Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do të ndihesh plot energji dhe i gatshëm të përballesh me sfida të reja. Puna që ke lënë pezull do të përparoj. Kujdes të mos marrësh vendime të nxituara. Mendo mirë para se të veprosh. Në dashuri, shpreh sinqerisht ndjenjat për të forcuar lidhjen. Demi. Çështjet financiare kërkojnë vëmendje të shtuar sot. Bëj kujdes me shpenzimet dhe mos nxitoni. Në punë, ndërmerr iniciativa të reja, por ruaj durimin gjatë realizimit të tyre. Në marrëdhëniet personale, kërko mirëkuptim dhe shmang konflikte të panevojshme. Binjakët. Mendja jote është plot me ide dhe plane të reja. Është momenti i duhur për të nisur projekte që ke menduar prej kohësh. Kujdes nga shpërqendrimi, përqendrohu tek qëllimet konkrete. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë përmirësim. Gaforia. Familja dhe marrëdhëniet me të afërmit do të jenë në qendër të vëmendjes. Kaloni kohë së bashku dhe zgjidhni përmes bisedave mosmarrveshjet e vogla. Në punë, vepro me kujdes dhe mos nënvlerëso detajet. Kujdes me shëndetin, mos harro të pushosh. Luani. Sot do të ndihesh i dëshiruar dhe kreativ. Do të keni ide të reja dhe frymëzim. Mos e lejo impulsivitetin të të çojë në shpenzime pa plan. Në dashuri, përqendrohu te komunikimi pa tension dhe shmang dramat. Virgjëresha. Detajet dhe organizimi do të jenë aleatët më të mirë sot. Rregullo punët dhe planifiko mirë për të arritur rezultate pozitive. Në marrëdhënie, jepi kujdes fjalëve dhe shmang kritikat e ashpra. Kujdes me shëndetin, ushqehu mirë dhe pusho. Peshorja. Sot ke nevojë për harmoni dhe balans. Mos e impononi veten, kërko mirëkuptim në marrëdhënie. Bisedat e sinqerta do të zgjidhin tensionet e mëparshme. Në punë, bashkëpunimi do të sjellë ide të mira dhe përparim. Akrepi. Energjia jote është e përqendruar dhe intensive. Sot është koha të përballesh me çështjet e pazgjitura. Mos merr vendime të nxituara për çështje financiare apo profesionale. Në dashuri tregohu i duruar dhe kuptues. Shigjetari. Do të ndihesh i gatshëm për të lëvizur dhe eksploruar. Mund të shfaqen mundësi për udhëtime ose fillime të reja. Mos e lejo tundimin të të bëjë të gabosh. Në dashuri, shprehi ndjenjat me maturi dhe spontanitet. Britsjapi. Detyrimet dhe përgjegjësitë janë në fokus sot. Puna do të jetë intensive, por përpjekjet do të japin fryte. Në marrëdhëniet familjare, jep disponueshmëri dhe shmang tensionet. Kujdes me stresin, gjej kohë për të relaksuar. Ujori. Ide të reja dhe frymëzimi do të vinë papritmas. Mos i përjashto mundësitë jashtë rutinës. Në punë, shfrytëzo çdo mundësi për të mësuar dhe bashkëpunuar. Në marrëdhënie, mos ki frikë të tregosh ndjeshmëri. Peshqit. Intuita dhe ndjenjat janë të forta sot. Beso tek zëri yt i brendshëm, por përdor edhe arsyen kur merr vendime praktike. Në dashuri, përkushtoju personave të dashur, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Horoskopi në Top Albania Radio.